Rikthehemi te një tjetër aspekt, në fakt një tjetër lajm I rëndësishëm sot ka qenë më në fund Berisha ka dhënë lajmin se nesër do të shkojë në SPAK të dëshmojë për 21 janarin. Por gjatë mënyrës se si ai shprehur sot në konferencë ka dhënë detaje duke quajtur madje edhe hetimin politik dhe që sipas tij çdo gjë është përfunduar, s'ka çfarë hetohet më. Po lëmë ndjekim si është për Berisha dhe rikthehemi për të diskutuar se çfarë mund të ndodhë nesër në SPAK në marrjen në pyetje të Sali Berishës. Do shkoj nesër, po, nesër do jam aty, sepse shumë normale, ndonse e deklaroj që sot që ky është jetim politik, sepse çështja është hetuar me ekspert shqiptar, ndërkombëtar, ku ta diun me radhë. Është hetuar ajo. Gjykata e Strasburgut tha krim shtetëror. Vrasje shtetërore, e kam thënë unë atë. Përpara. Pse e kam thënë? Sepse ka vrasje me dashje, ka vrasje pa dashje. Roja ka ligjin. Roja e gardës, dhe cila do roje, vepron mbi bazën e ligjit. Dhe lexoni ligjin çfarë thotë. Po të gjoj ty. Bëshinaj, po vazhdoj të gjoj. E kënd, pastaj neutralizim. Ky është ligji I bërë nga socialistët. Dhe në qoftë se fillimisht u tha se janë pluma nga afër, çka linte për të nënkuptuar që ishin demonstrues që kanë gjujt njëri tjetrin, më vonë u tha jo. Ajo ekspertizë nuk ishte e drejtë, por janë nga distancë. Atë, e kam thënë dhe them, ato janë pluma të armëve të shtetit, të përdorura në përputhje me rregullat dhe ligjin, pra janë vrasje shtetërore, jo me qëllim, jo të qëllimshme, pa dashje. Ky është vlerësimi dhe edhe këto quhen vrasje shtetërore. Po të njëjtën gjë kam thënë unë, për ta ditur ju, edhe për Gërdecin. Pse për Gërdecin e kam thënë? Sepse mbikëqyrjen e kishte shteti. Vrasje shtetërore ato që humbën jetën në 21 janar, por edhe 26 të vdekurit viktimat e ndjerë në Gërdec. Tani këto pohime të Berishës ju thonë gjë si jurist? Çfarë do të thonë to? Është një tentativë për të ndryshuar narrativën e asaj që do të jetë diskutimi mbasi Berisha të bëjë deklarimin e tij në SPAK. Po. Është thjesht gjë. Dhe në para punës që zoti Berisha nuk është që ka një vullnet shumë të madh për të shkuar në SPAK. Kjo është pak po e sigurt sepse një person që ka vullnet, sidomos kur diskutohet për staturë politike, siç pretendon që ka zoti Berisha. Nuk pret zarfin, dakor. Këtu biem dakord që të mos të lodhin publikun. Ajo ishte një zvarritje. Po fakti që shkon nesër, çfarë do të thotë? S'kishte nga t'ja mbante më? Do dukej shumë e shëmtuar të mos shkonte. Okej, se detyrim me forcë do ta vinte në një pozitë më të vështirë. Jo detyrim me forcë, se për shkak se ai është deputet, nuk e di deri në çfarë pike mund të zbatojë detyrim me forcë. Personalisht mendoj që është pamundur të zbatohet, është heqje lirie. Okej. Por ndërkohë do vjen një pozitë në atij personi që ndoshta ndonse thotë që unë shkoj kur dua, kur më thrasen, unë paraqitem gjithmonë, pastaj bën këto zvarritjet e vazhdueshme për të mos shkuar. Një e dyta. Ka një korrigjim ose një ndryshim të habitshëm të narrativës zotit Berisha, më fal. Duhet pasur parasysh është I njëjti person që thoshte që kanë plumba nga afër. Nuk janë plumbat, nuk është vrasje shtetërore. Demonstruesit kanë qelluar njëri tjetrin. Dhe të mos harrojmë një gjë të madhe që për këtë ngjarjen PD-ja në atë kohë ngriti komisionet timor parlamentar për të provuar që bëj fjalë për. Interesant. Po ti kishim ato pamje do ishin shumë interesante se çfarë nuk është thënë aty te ai komision. Po që është vullnet politik për ta drejtuar pikë. Dhe nuk mund të vish sot ti mbas 15 vitesh dhe deklarosh që jo unë kam thënë që është krim shtetëror. Termi krim shtetëror është përdorur për herë të parë në mënyrë unike nga gjykata e Strasburgut. Në asnjë rast në fjalë formimin shqiptar nuk është përdorur termi krim shtetëror. Mirë, e pyetja ime është kjo. Strasburgu thot vrasje shtetërore ose krim shtetëror. Berisha thot që ka qenë
ish kryeministri thotë vrasje shtetërore. Por Tani, nga pakujdesia, se këto kjo është ajo që bën Dakor, po këto diferencë. pohime e vën përballë përgjegjësisë Spakun? Që duhet vërtetojë këtë krim shtetëror apo jo? S'ka lidhje. Spaku ka një përgjegjësi që është ajo e hetimit të plot dhe gjithanshëm të çështjes në të gjitha aspektet që kanë lidhje me mënyrën si ka ndodhur ngjarja. Kur flasim për mënyrën si ka ndodhur ngjarja, duhet kemi parasysh një gjë. Hetimi fillon për vrasjen e Ndjerit Alex Nika. Po. Dhe është ky hetimi që nuk është mbyllur kurrë, që thotë kjo çështje ndryshe nga sa thotë zoti Berisha, nuk është hetuar. Është ky hetim që është aktiv që nga viti 2011, nuk ka pushuar kurrë. Me gjithë përpjekjet e prokurorisë, gjykatave shqiptare që ta pushonin këtë çështje, për fatin ton të mirë, patëm një gjykatë jo shqiptare që vendosi që çështja duhet vazhdojë të hetohet. Dhe ky nuk është vullnet vetëm i një kahut politikës, është vullnet i gjithë politikës shqiptare. Që çështja të mbylli me ata dy që u dënuan, me Agim Lupon dhe Andrea Prendi, dhe gjithë pjesa tjetër dilte e pa hetuar fare. Dhe problemi është gjykata e Strasburgut kur ka bërë analizën e gjës, ka thënë që ajo që ju duhet hetoni nuk është vetëm ekzekutori material, do të thotë kush është ai që qelloi plumbin që solli vdekjen e Ndjerit Alex Nika. Por ju duhet hetoni dhe gjithë procedurat që janë ndjekur gjatë gjithë kohës, duke filluar që nga organizatorët, mënyra si organizoha, kush ishte përgjegjësia e organizatorëve, kush ishte qëllimi i organizatorëve në atë protestë, dhe cili ishte sjellja e institucioneve shtetërore përfshirë këtu Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Gardën e Republikës, Ministrin e Brendshëm, Kryeministrin dhe gjithë segmentin pastaj që vjen pas ngjarjes, se nuk ka hetim vetëm deri në momentin që ka ndodhur ngjarja. Ka një hetim dhe çfarë ka ndodhur pas ngjarjes. Do të thonë atë javën e famshme të përplasjes ndërmjet kryeministit, presidentit, të serverit, për bën përgjegjësi se vetë Berisha në një farë mënyrë tha që po ka ndodhur fshirja e serverit që e ka thënë dhe vetë ish kryeprokurorja Ina Rama rreth orës 1 natës, e ka pohuar nga hetimet asaj kohe. Berisha tha nuk është përgjegjësi e kryeministisë, po është e Gardës. Tani çfarë do të thënë kjo? Pra, po mundohemi të zbulojmë që Berisha është person që deklaron në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e faktit. Dakor, po çfarë? Jo çdo deklarim që bëhet mund të përkojë me të vërtetën. Mund të përkojë me të vërtetën. Që do të thotë për Spakun? Mund të merret. Spaku ka detyrimin që të marrë dhe të analizojë çdo hallkë dhe çdo veprim të ndodhur dhe të kuptojë nëse në këtë veprim ka përgjegjësi penale dhe kush e ka përgjegjësi penale. Dhe në fund ditës, kur do arrim në përfundimin të çështjes, Spaku do thotë, po, Rezarti që ishte kryeministri i vendit ka përgjegjësi sepse ka bërë 1, 2, 3, 4, 5 veprime, apo nuk i ka bërë këto veprime kur ndërkohë që ligji ngarkonte me përgjegjësi për ta bërë. Lulzim Basha, që ishte Ministri i Brendshëm, ka 1, 2, 3, 4, 5 përgjegjësi se duhet bënte këto veprime, i ka bërë apo nuk i ka bërë. Nesër mund të ketë surpriza si ato që tha Nesturi, nuk është çudi që komunikohet akuza? Unë nuk besoj, unë besoj që jemi në fazën e pyetjeve të personave që kanë dieni për rrethanat e çështjes. Unë mendoj që kjo do të mbyll fazën e parë, dhe faza e parë do të mbyllet duke thirrur dhe organizatorin kryesor, që është zoti Rama. Jo, mendonin që Spak do ta thrasë Ramën? Absolutisht po. Është i detyrueshëm për natyrën dhe mënyrën se si gjykata e Strasburgut ka kërkuar që të kryet që të hetohet. Do të thotë, nëse ti heton dhe organizatorët dhe ata që ishin mbrojtësit, sulmuesit dhe mbrojtësit, ti duhet hetosh gjithë palët. Okej. Zoti Doshi kur është thirrur në Spak është thirrur pikërisht për këtë çështje. Dhe jo vetëm ai, ka një sër personazhesh Partisë Socialiste që kanë thirrur për pjesën organizative. Pikërisht për pjesën organizatimit, sepse është Nesturi. Do të thonë 10 sekonda, nëse ta marr. Që ti të arrish në përfundimin që ka apo nuk ka një vepër penale, marrësh gjithë zinxhirin e veprimeve që janë kryer nga momenti i organizimit, gjatë protestës deri pas reagimit. Deri pas përfundimit të protestës dhe reagimit të organeve shtetërore. Nesturi, si ju duk Berisha sot? Ju duk pak i trembur apo i sigurt në ato që thoshte? Si e lexoni ju edhe në mënyrën e lëvizjeve? Tash pak më përpara që derisa një pjesë mirë të konferencës së shtypit. Ja dedikoj kësaj çështje vërtet. Ja merr çështja e 21 janarit dhe për dënë versionin e tij dhe për dalë përpara opinionit publik, atëherë është në një hall. Është një hall sepse e shfaqi këtë hall sot? Hetim i cili u duk sot sikur ishte në hall apo ke analizë këtë? Jo, ka paralele me dosje partizanit dhe që bëri. Edhe për vetë faktin që mori një pjesë të rëndësishme, tregon domethënë që ka një problem të madh aty. Dhe në këtë kuadër patjetër që do të shqetësohej. Dhe më bërë edhe paralelizmin edhe me aspektin tjetër, se nuk e shikoj edhe gjithë veprimtaria gjatë kësaj periudhe. Pra,
qoftë edhe duke mos u paraqitur. Dhe nisja e menjëhershme e stinës protestave foltore se gjitha tjeret është një element që na dëshmon që sa herë që ka një problem caktuar zoti Berisha, gjithmonë ndërmerr një iniciativë. Iniciativë për të mbuluar pikërisht diçka që është shqetëson. Okej. Kështu që në këtë kuadër, për sa i përket hetimit, pastaj aty besoj se ka Pse mendon që nesër mund të ketë një surprizë në raport me akuzën? Mendon që janë pjekur kushtet? Apo unë këtë e lexoj nga frika e zotit Berisha. okay. Dhe ai ka informacionet e veta lidhur me këtë. Patjetër. Edhe kjo zgjatje e kohës. Edhe fakti që u dha për të kur i mën fund ju dorëzua fletëthirja, ishte për të premten, e kërkoi një shtyrje. E kërkoi të martën, në fakt, spaku ja afroi të mërkurën. Kjo tregon domethënë që nesër mund unë e lexoj pikërisht nuk është thjesht një shi natyre, po mund të kemi edhe ndonjë shi penal. Okej, mbetemi për ta parë. Arlin, do të bëj një pyetje, qoftë edhe pak për kuriozitet, ke qenë në protestën e 21 janarit? Kam kaluar aty, kam dhënë shumë. Nuk besoj se ke qenë kundër protestës si formë, sepse ju edhe si forcë politike. Kam qenë shumë i ndinjuar aso kohë, nuk kam qenë antar i asnjë partie. Përse ishit i ndinjuar? Ishit i ndinjuar shumë për vjedhjen e Ilir Metës së dokumentuar. Po. Edhe kam vajt bashkë me kolegun tim, kam kaluar te Urelanas, po si thuaç, më hiku dëshirë për protest kur pash Edi Ramën aty, domethënë një politikant. Ke qenë kundërshtar me Ramën që në atë kohë, apo jo? I kam konsideruar të dy bashkë përgjegjes për këtë që ka ndodhur. Po, 1 janar është një ngjarje shumë e rëndësishme. Mund të jetë ndoshta nga ngjarjet më të rënda politike të tranzicionit shqiptar. Mund të jetë edhe më e rënda. E vetëm paralele është me 2 prillin e 91-shit në Shkodër. Po, nëse në 2 prillin e 91-shit në Shkodër u vran 4 qytetarë përpara ndërtesës komitetit të partisë së punës në Shkodër, këtu vran 4 qytetarë përpara kryeministrisë, që është qendra e pushtetit politik real në Shqipëri. Dhe Sali Berisha ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme politike për atë ngjarje. Unë nuk e di ku do shkojë hetimi. Unë uroj që hetimi të jetë i plot, dhe nëse dikush ka dhënë urdhër aty, Sali Berisha për të qelluar, Sali Berisha duhet të jap llogaritë penalisht për atë gjë. Ama politikisht është përgjegjësia maksimale e tij, sepse po them edhe herë, në një sistem pluralist që ka 1.000 probleme sigurisht, dhe në i pari që i ngre këto probleme, të vrasësh 4 qytetarë është jashtëzakonisht e rëndë. Dhe ajo ngjarje është ende sot një nga kapitalet më të rëndësishme politike të Edi Ramës. Edi Rama i fiton votat në Shqipëri me shumë mënyra, edhe duke bler, edhe duke kërcënuar, edhe duke kapur mediat, por edhe duke shfrytzuar atë që ka përballë. Sepse u thot në teksti i Ramës, e di cili është, unë ju vjedh. Ai përballë meje edhe ju vjedh dhe ju vret. Dhe arrin të ketë një minimum konsensusit pak në të një pjesë elektoratit PS-s nëpërmjet këtij mesazhi. Gjithsesi mua më bëri përshtypje ajo që tha Berisha, dhe dua ta lidhe me diçka tjetër. Berisha tha që është krim shtetëror dhe të gjitha plumbat janë plumbat qelluar nga armët e shtetit. Për krahasim tani, se mund ka habitur shumë përpara disa javësh, kryetari i një partie të re, Adrati Klapaj, që ka dalë në televizor dhe tha, unë kam informacione, tha ai, që një nga plumbat nuk është i regjistruar në armët e shtetit, duke ringritur tezën e çadrave pistolet. Pra këtë gjë që nuk e thot Berisha më sot, vete e thot një njeri i tillë. Dhe unë të doja shumë që kur të keni mundësi, bëjani zotit Klapa këtë pyetje, nga e ti, se Sali Berisha që është i akuzuar i kryesor për këtë ngjarje, nuk e përmend më çadrën pistolet. Del ky zotëri aty dhe ka qenë një intervistë televizive me një nga familjarët e viktimave dhe thotë që unë kam informacione kështu. Nuk e di nga i burojnë ati këto informacione, ju lutem përgjigje. Unë kur e dëgjoj ish kryeministri që thotë vrasje shtetërore dhe këtu duhet ta lidh me Arditin, mua më bërë shumë përshtypje, edhe këtë dhe Gërdecin, e thotë si një gjë shumë normale. Nuk e di çfarë, pastaj e kam këtë pyetje edhe për Kreshnikun, si duhet ndihet Spaku përballë këtij pohimi. Ne duhet jemi të qartë në një pikë që me përjashtim të rasteve të vetëmbrojtjes, vrasja me dashje, pa dashje, është gjithmonë me faj. Dhe vrasje shtetërore që tashmë bie dakord edhe Sali Berisha që është e tillë, në rastin që është me faj, duhet të ketë përpara drejtësisë fajtorët real. Dhe fajtorët real nuk mund të jenë vetëm ata të cilët gjuajtën, drejt për drejt, tek se ne kemi parë filmimet, drejt për drejt i qytetarët, por urdhërusit politik, të cilët një protest
sa do të ashpër, të zhvilluar nga qytetarë të Republikës së Shqipërisë e përgjak. Sot ne dëgjojmë për herë të parë që Sali Berisha flet për vrasje shtetërore. Dhe kjo nuk është rasti, është një tentativë për ta normalizuar në gjuhën tonë, diçka e cila është termi më i rënd i mundshëm që ne mund të përdorim. Vrasja shtetërore është vrasja më e rëndë që mund të bëhet, sepse shteti është aty për të mbrojtur qytetarët. Okej. Këto akuzë që ju bën Arlindi që ju e përdorni 21 janarin thjesht për vota? Ke një reagim? Nuk besoj se 21 janari përdoret për vota, madje për Partinë Socialiste është një penge dhe është një çështje që ngrihet her pas here, se si në 15 vite... Po shkon në vitin e 15, po. Nuk është arritur që të zgjidhet çështja e 21 janarin pikpamjen gjyqësore. Tashmë ne kemi rrethanat që kemi një institucion si SPAK-u, i cili në gjykimin tim është një pasuri kombëtare që duhet ruajtur në çdo rrethan, që mund të vendosi për herë të parë drejtësi, dhe kemi fatin që rasti i Alex Nikës nuk arriti që të mbyllej në sirtaret e pluhurosura të drejtësisë së vjetër, po të kthehej sërish prej gjykatës Strasburgut në këto rrethana të reja. Në rrethanat ku ne kemi prokurorë të cilët mund të kryejnë hetimet deri në fund, dhe kemi gjykata që mund të vendosin drejtësi të mirëfillt pa pasur frikën se kush është fajtori. Okej. Kreshnik, një pyetje që ka të bëjë, se unë kam patur një emision javën e kaluar me 2-3 juristë shumë nderuar dhe të cilët u shprehen të gjithë në një mendje që kjo është një çështje shumë delikate dhe nuk mund t'i lihet vetëm një prokurori. Dhe për çudi, për habi, është e vetmja çështje që ka vetëm një prokuror. Ndërkohë që çështjet e tjera ku ka, le të themi, zyrtar të lartë që po jetohen janë me 2-3 grupe 2-3 prokurorësh, kjo është e vetmja që është lënë në dorë një prokurori. Dhe këtu unë me njëherë ndez alarmin. Mos vallë kemi, po e bëjmë diçka sa për të largohen në hetim? Shiko, unë ndaj një mendim paksa ndryshe me gjithë jurist, kundër gjithë juristëve, ndryshe nga gjithë prokurorët, ndryshe nga gjithë gjyqtarët. Unë kam bindjen time juridike që e vetmja çështje e cila nuk është delikate është 21 janari. Çështje delikate është hetosh një vepër penale korrupsioni. Pse? Sepse është shumë e vështirë ti të gjurmosh parandet. Është shumë e vështirë nëse zyrtari ka qenë shumë i kujdesshëm. Pra, ka shumë çështje të cilat nëse nuk do kishe kapur përgjigje telefonike apo transfertat bankare, nuk do i zbuloje kurrë. Që janë vepra. Por 21 janari në mënyrë eksplicite është një nga çështjet dhe ngjarjet më të provuara dhe të faktuara. Pse? Sepse është provuar ajo që ka goditur, po jo ajo që kërkon Strasburgu. Po, Denis, sa e fillova. Po. Mendoj që është e vetmja vepër penale në 35 vite e cila është zhvilluar live para gjithë kamerave, e cila është realizuar dhe është konsumuar në sytë e miliona shikuesve. Është një vepër penale e cila i ka provat, faktet, viktimat në shesh, në bulevard, e cila i ka gjurmët e fshehjes së veprës penale qartazi dhe personat të cilët e kanë bërë. Ata të cilët penguan prokurorin, ata të cilët penguan policin, ata të cilët fshin serverin, e morën ato, ata të cilët ata të kryuan alibi, ata të cilët të munduan të hedhin hipotezat të tjera. Nuk ka vepër penale në 35 vite më të qartë dhe jo delikate se sa 21 janar. Dëgjoj, nga krijimi i shtetit shqiptar në 28 nëntor 1912 e deri më sot, në çdo qeveri nuk ka ndodhur që të vriten njerëz përballë zyrave të kryeministrit, presidentit apo mbretit. Nuk ka ndodhur para zyrave të mbretit Zot. Nuk ka ndodhur para qeverisë kuislinge që bashkëpunonte
me nazistët apo fashistët. Nuk ka ndodhur para zyrave të Enver Hoxhës, Ramiz Alis apo Axhillezit. Kanë vrarë me qindra dhe me mira këta. Po para zyrave të tyre nuk ka guxuar një. Nuk ka vrarë Fatosnano, nuk ka vrarë. Pra, është ngjarja absolutisht më e veçantë që ka ndodhur nga krijimi i shtetit shqiptar. Tani dëgjoj. Unë nuk kam parë, me syrin e juristit, nuk flas politikisht. Po. Nuk kam parë person më të dyshuar që në çdo deklaratë në cilën do ta jepte publike apo para prokurorisë që do ngarkonte veten me faj si Sali Berisha. Pse? Që nga deklarata e parë që thot i kanë vrarë me çadra me pistolet dhe me fika me helm. Nga deklarata e dytë që thot nëse do të vini prap Ejani se do përsëri do urdhëroj vrasjen dhe kanë vendos 4 snajpera lart dhe përsëri do ju qelloj, dhe ajo e ngarkon me deri te kjo e sotmja, të cilën po me 2 fjali po ta analizoj juridikisht që ka përgjegjësi penale. Ky thot nuk është krim shtetëror, po është padashje. Është padashje, deklaron ky, sepse thot sipas rregullores së gardës është shtën me fishekët dhe armët e gardës, po garda e ka rregullore, thot, që një herë të paralajmëron, nëse ti e qëllon prap, ajo të qëllon të këmbët, nëse ti qëllon prap, ajo të neutralizon. Tani pyetja është për zotrin që ishte kryeministër dhe urdhëron të gardën. Kush e qëlloi gardën? Sepse ky thot, sipas rregullores, herën e parë shtin ajër garda, herën e dytë të këmbët, herën e tretë në trup. Pra, si u kaluan këto 3 faza nga ajri tek këmbët tek kush qëlloi mbi gardën? Sepse është e provuar tashmë që të gjithë protestuesit ishin civil. Po. Pra, nuk është provuar deri më sot që një protestues ka pasur armë zjarri, me çfarë qëlluan ata, me domate, me vezë, me gur, me shkopa. A është kjo goditje proporcionale me Kalashnikovin? Si mund të konsiderosh ti? Domethënë, ne po të njihemi që garda legjitimohet të shtinë në turm si pasojë e goditjeve me vezë, me domate, me gur, në 35 vite që kemi bërë në protesta do ishin vrarë 200.000 njerëz. E para, e dyta. Ja, jo po thua diçka që s'paku e ka të thjesht fare. Po më të thjesht tani, nuk di se ti mund të ketë më të thjesht se kaq domethënë. Okej, ta shohim. Unë habitem domethënë se ka dhe një gjë tjetër. Duhet të bëjmë një klasifikim jo politik, po juridik. Korrupsion zotëri ka në gjithë planetin. Unë nuk njoh një qeveri në një shtet të botës mos ketë gjatë mandatit vet histori korruptive. Padyshim që qeveria e Ramës është plot me korrupsion, absolutisht, dhe prandaj kanë përfundu Treqereku në burg, dhe gjithë qeveritë shqiptare kanë pasur, por dhe nuk krahasohen me qeveritë e huaja, po dhe njëherë, vepra penale e korrupsionit është vepër që ndodh në gjithë planetin. Por vrasjet shtetërore janë të ralla. Para zyrë, si janë të ralla, më thuaj një rast në Europë. Më gjeni një rast në Europë, kur pas ka ndodhur nuk bëhet fjalë në Europë, ndoshta në një vend nga Amerika Latine thash. Në Europë s'bëhet fjalë patjetër. E para dhe e dyta, tani se un kam kodin penal këtu përpara. Po. Krim shtetëror, vrasje, krim shtetëror pa dashje nuk ekziston kodin penal. Okej. Do vetëm vrasja nga një funksionar pa dashje individuale. Por nuk kemi të bëjmë me këtë rast. E di kur është vrasja pa dashje, kur polici të tërheq zvarr, pra, vepra penale është klasifikuar vrasje pa dashje nga punonjësi shtetëror, kur gjatë arrestimit, gjatë ndalimit, përdoret forcë, nga shtytja, goditja, ti rrëzohet ai arrestuari, bie koka në trotuar dhe pa dashje vdiq. Po si që nga kjo nuk është vepër penale kur garda ja fut në Kalashnikov gjithë turmës. Në masë aty i sharron njerëzit civil dhe që nga vrasje krim shtetëror pa dashje. Domethënë tani do ta shohim nesër se
Dëgjoj Denis, merr një student juridikut, jo jurist që ka 30 vite, vitit parë, që ka 2 muaj që studion për drejtësi, edhe të ta bëj analizën e çështjes penale, se sa e thjesht është për të zbardhur këtë çështje. Okej, gjithsesi, ju e bët shumë thjesht, unë do kaloj publicitet, po prapë mua më zhdukur habi që vetë Spaku nuk do dhe ta hetonte këtë çështje dhe u detyrua vetëm nga gjykata e lartë. Por s'kam shumë kohë tani, Kreshnik, publicitet dhe rikthehemi me 15 minutat e fundit. Rikthehemi në minutat e fundit dhe në fakt do doja ta nisja me Arlinin. Arlin, ka përshtypjen, unë vura një bast personal me disa miq, thash nëse do ishin zgjedhur në Tiranë, ti do dilje i dyti. Kështu ishte basti im. Pra, Zoja Maresteliu, unë kështu e mendoja do fitonte, ju do ishit i dyti dhe kandidati i PD-s, aktori ose humoristi do dilte i treti. Po përtej kësaj, e bëra këtë hyrje për t'ju thënë që cila është, le të themi, premisa juaj për që nesër një opozit relevante në vend, apo do jeni një zë ndryshe që padyshim është një zë interesant për shoqërinë, por me këtë PD që shkon nga humbje në humbje, është një terren edhe për ju? Se i sati do dilja unë në zgjedhje Tiranës. Ma prano këtë bast, ishte bast, nuk është e vërtet. Do duhet ta vendosnin qytetarët e Tiranës, dhe fatkeqësisht qytetarëve të Tiranës nuk u dha rasti të votonin tani. Unë kam përshtypjen kam qenë i vetmi i hidhuruar nga vendimi i gjykatës kushtetuese, krahasuar me rivalët e tjerë politik, sepse shija që mbështetja për lëvizjen bashkë në qytetin e Tiranës po rritet shumë shpejt dhe vazhdon të rritet. Mirëpo, edhe një herë, nuk patëm rastin ta provojmë veten dhe të transformonin me këtë PD që është në një nga pikat më të dobta të historisë së saj. Është një terren për opozitat e reja? Sigurisht që ju theksoni vetëm aspektin e PD-s, po unë do përfshija edhe PS-n këtu brenda. Po mazhoranca është solide. Sepse ne nisëm, më lejo vetëm të bëj parashtrim. Ne nisëm diskutimin me pjesëmarrjen mirane, po themi, të qytetarëve në protestën e djeshme të Salit Berishës. Mirë, po unë nuk mendoj që Edi Rama po të thriste një miting politik, do të kishte më shumë njerëz, në rast se nuk do merrte me zor në punësit e shtetit, apo nuk do mobilizonte patronazhistët që sillnin vëllezrit, motrat, gjyshet e gjëra së natyre. Unë do isha shumë kurioz që një gazetar të futej në për mitingjet e PS-s, që Edi Rama po i bën në për palestrat e shkollave, që është e paligjshme. Është e paligjshme drejt që ta haj, është ligji për sistemin parauniversitar, arsimor parauniversitar që e ndalon që të ketë veprimtari politike partijake brenda mjediseve të shkollave, dhe Edi Rama e ka bërë, vazhdon ta bën aktivitete partijake në mjediset e shkollave. Po unë do doja shumë një gazetar të futej aty brenda, edhe të bënte një pyetje, po sa nga ju këtu nuk janë në punës shteti nga ju pjesëmarrëse. Do shija se sa duar do të ngriheshin apo nuk do të ngriheshin. Ju folët për besimin që kam unë apo Lëvizja Bashkë për të përparuar politikisht. Do mendoj që ne jemi mishërues të dy vlerave që përbëjnë kapitalin më të madh politik të mundshëm në një shoqëri, që janë ndershmëria dhe guximi. Sigurisht, nafat shkurtë mund të hapin punë, sepse i ke kundra të gjithë, ke kundra qeverin, ke kundra pseudo-opozitën, ke kundra mediat, ke kundra oligarkët, ke kundra krimin organizuar, mirë po të jep mundësinë të krijosh një reputacion të fortë tek shoqëria, dhe unë e vërej që Lëvizja Bashkë është në rrugë të mirë. Jo, se më përmendën fillim moshën, dhe unë e pyetin e kam për moshën. Dhe sa do duhen? Se ju nuk jeni i ri tashmë në politikë, me drejt, unë më moshë jeni i ri, por në politikë s'jeni i ri. Deri mos gaboj 5-6 vite që jeni aktivist? Jo, unë me pyetje për 20 janar, unë kam filluar të angazhohem politikisht pas 20 janar. Okej, po me Lëvizjen Bashkë, po them. Me Lëvizjen Bashkë, partia mbush 3 vjeç në dhjetor. 3 vjeç, pra, sa i duhen partisë tuaj që nesër t'jetë një peshë relevante? Kush e kupton politikën, e di që nga një herë çfarë ta sjell dita, nuk ta sjellin dekadat. Kështu që situata politike në Shqipëri mund të transformohet shumë shpejt, në momentin që shoqëria do të ngrej krye, dhe kur ngrej krye pastaj do gjej kanale të reja të përfaqësimit edhe të besimit politik, dhe unë besoj që Lëvizja Bashkë është në vendet e duhur kësaj. Mundoj dhe më shumë kohë, ne do ja bëjmë yzmetin punës që çfarë është në dorën tonë, këtij tranzicioni me parti politike të korruptuara, pa pikën e moralit, pa pikën e koherencës politike. Se folëm pak më herë për 20 janarin dhe për raportin e Ramës me 20 janarin. Është harruar, më duket, se Edi Rama 2 vjet pas
20 janarit, thuri një aleancë me Ilir Metën. Sebepin e asaj proteste. Është harruar që Ilir Meta dhe Edi Rama kanë bashkëqeverisur midis viteve 2013-2017. Madje Ilir Meta sot është në burg për një krim që e ka kryer ndërkohë që bashkëqeveriste me Ramën. Më kupton? Dhe Edi Rama si dikur e mbronte Ilir Metën kur ishte në opozit për ta bërë partner qeverisje, sot mbron Veliajn, Ballukun e gjithë të tjerët për të shpëtuar lëkurën e tyre dhe të vetën. Okej, faleminderit Alin Qori, ndërkohë, Ardit, kjo është protesta e opozitës gjithnjë më e dobët që do të thotë ju duhet kishit një lloj entuziazm të jashtëzakonshëm, por nuk e shohim as tek mazhoranca juaj për 83 mandatesh. Duket se diçka ju mundon. Çfarë është kjo? Në fakt, nëse nuk do të diskutojmë vetëm për politikën e përgjithshme, besoj do të shinim që ka shumë punë që ka për këtë mazhorancë, veçanërisht kur vjen fjala te integrimi. Nëse data e djeshme, dita e djeshme, ju tha gjithë zhvillimet e tjera, nuk përmendet një zhvillim i cili për mua është edhe zhvillimi kryesor, që u hapën të gjithë kapitujt për negociatat për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe të gjitha bisedat që ne bëm, nëse do t'i fusim në këtë hulli të re, atëherë do të ndryshoni dhe kahje. Ne duhet të kemi ndryshime kushtetuese brenda këtij mandati, sepse integrimi në Bashkimin Evropian do të shoqërohet me ndryshime kushtetuese për vendosjen e legjislacionit të BE-s si legjislacion më i lartë se sa legjislacioni i brendshëm. Ne do të kemi ndryshime radikale. Okej, po në këtë rrugtim a është e qetë mazhoranca? Kjo është pyetja. Se ka shumë, edhe perceptimi është që kjo mazhorancë nuk e ka humbur tashmë qetësinë, pavarësisht se s'ka më kundërshtar. Unë besoj se është duke u punuar nga mazhoranca, prandaj jam duke e fokusuar në këtë drejtim. Sepse integrimi i BE, nëse do të arrihet realisht që në këto 2 vite të mbyllen negociatat në Bashkimin Evropian, nënkuptoj një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si funksionon politika shqiptare dhe të mënyrës se si do të funksionojë shoqëria shqiptare, aq sa gjithë këto biseda që ne bëjmë sot do të marrin një rrjedh krejt tjetër. Okej, faleminderit Bido. Thubi. Jo, unë kam vetëm tek mazhoranca. Është e qetë mazhoranca? Absolutisht që jo. Pse? Me gjithë. Dhe çfarë e kërcënon? Para punës mazhoranca. Derisa kjo opozitë është pothuajse e pa. Kam lexuar një shprehje shumë të bukur, të shkruar nga Lutfi Dervishi në Facebook, që thoshte për protesta e opozitës kishte aq pjesëmarrës sa çka mazhoranca njerëz në SPAK. Aty ishin. Aty. Konkurrojnë kokë në kokë për çështje numrash. Domethënë këta kanë në shesh kaq njerëz, ndërkohë që mazhoranca kaq njerëz i kanë SPAK. Nuk mund t'jetë e qetë një mazhorancë e cila është ndihet e minuar. Përtej në diskutimin që ne kemi në raport me punën, është një mazhorancë që nuk është një mazhorancë që u krijua sot, është një mazhorancë që ka 12 vjet që ushtron pushtet. 12 vjet pushtet rëndojnë, sidomos kur ti. Jo, 12 vjet nuk ka se e njëjta mazhorancë, se ka qenë LSI-ja, ka qenë e vetme është nga 2017. Kur iku LSI-ja menduam që do pastroj, po. Jo, në rregull, po them. U bë më keq. Kur flet për mazhorancën socialiste duhet ta marrësh nga 2017-a, që është marrë timoni ose tepësia 8 vjet. 8 vjet, po. Nuk janë pak. Jo, patjetër. Nuk janë pak. Jemi korrekt me publikun, prandaj ta thash. Dhe në 8 vjet vazhdojmë të diskutojmë akoma për ujë dhe drita dhe plera. Kjo tregon shumë. Ky është tjetër diskutim, po. Ky është diskutimi thelbësor. Dëgjoj, është vërtet që hapën grup kapitull dhe ne do hym në Europë. Po. Okej. Sikurse është gjithashtu dhe vërtet që nuk do ndryshoj jeta shqiptarëve me të kërcitur të listave se hym në Europë. Shoqëria shqiptare do jetë po kjo, politikanë shqiptarë do jenë po këta. Korruptuar Shqipëri do jenë po këta. Kështu që çështja e ndryshimit, pak thjeshtëzim ky. Se realiteti në vendet që hynë në Bashkimin Evropian nuk tregon këtë. Realiteti tregon pikërisht këtë me që ishin korruptuar dhe pastaj u ndërmuan reforma shumë të thella për të arritur ka i nivel që nuk duhet ishte në korrupsioni. Dhe ta tregoj Kroacia, ta tregoj Romania që u detyruar të bënin veprime shumë rrënjësore dhe radikale në raport me gjendjen që kishte shteti pas integrimit të cilat reforma te ne janë bërë dhe gjithë ajo që përshkrove është në fakt një realitet i këtyre reformave. Është ekzistenca e SPAK-ut, është që për herë të parë ne kemi pandëshkueshmëri, është që për herë të parë ne kemi besueshmëri të publiku ndaj sistemit të drejtësisë. Dhe këtu jemi dakord. Por kjo nuk e pengon kryeministrin që të vazhdojë me të njëjtin nivel korrupsioni. Sepse problemi është i tillë, në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, kryeministri nuk mund të mbante në detyrë një ministër që kanë hetim. Të flasim për standarde politike, jo vetëm ligjore. Në Bashkimin Evropian kryeministra që kanë qenë në hetim. Kryeministri në hetim është vetëm një ka qenë, Berlusconi.
Ne kemi pasur Bashkimin Evropian. Dhe nëse duam të ndjekim standardet Berlusconit, pastaj është Jo, ne teori kemi tjetër. pasur Nëse flasim për një standard politik, standardi politik do kërkonte që ti të bësh të njëjtin gjë, do të hysh në Europë. Po filloj standardin politik respektoj që sot, se nuk e ke detyrim, e ke mundësi. Dhe ti dhe standardin politik, qohë zotri si kryeministri që jetë, po e respektoj sot për pas të hym në Europë. S'kemi shumë kohë, Nesturi, nga 1 minutë ju dhe Spahiu. Mazhorancë jo e qetë, por që ka një kartë të rëndësishme që është karta integrimit. Mjafton kjo? Unë gjykoj se majoranca përse i përket numrave ka i soliditet. Po. A e shumë e mjaftueshme kjo? Mendoj jo. Mendoj jo sepse realisht kemi zhvillimet cilat padyshim që ndikojnë. Dhe kjo ka të bëjë sidomos në marrëdhënie me qytetarin, po dhe me antarin e thjesht, sepse dhe i qytetarës. Dhe zgjedhjet në cilat ne sapo i pam, ku kishte një rezultat i cili realisht qytetari mungoi të shkonte në kutitë e votimit, dëshmoi që ka një krizë të madhe, besimi të qytetarit ndaj klasës politike. Dhe shifrat janë shumë të frikshme, pavarësisht se ishin tilla që kanë bënë me element tjerë, që ishin në mes të mandatit. Por në gjithsesi shifrat dëshmojnë shumë. Dëshmojnë sepse unë e kam thënë dhe këtu ke ju, që realisht sistemi ka rënë. Pra nuk funksionon. Pra në moment që bie njëra ngrihet tjetër, atëherë funksionon sistemi. Por kur kemi një rënje drastike të dyja palëve, si të opozitët dhe të majorancës, atëherë kemi probleme sistemi. Nëse nga krahu e opozitës ne nuk shikojmë asnjë element i cili mund të shërbejë ngritjes vetvetes, e jo më tjetë më ndikues pastaj tek qytetari, atëherë i bie që këtë rol dhe për fat mirë ka bërë edhe herë tjera PS-ja, ta bëjë pikërisht majorancë. Për mua janë momente historike. Për mua janë momentet në të cilat realisht duhet patjetër të ketë një analizë thellë lidhur me çfarë po bëhet, dhe pse jo edhe si rezultati i problematikave që kanë dalë, qoftë për korrupsionin e qoftë dhe zgjatja e madhe që ka në pushtet, ndoshta është pikërisht momenti që edhe PS-ja të ketë një veting të saj të brendshme. Dhe mendoj që kjo jo vetëm që i krijon hapësira të reja rigjeneruese, por i jep mundësi kësaj force politike e cila realisht ka treguar që ditë të shndrohet dhe të transformohet, që të jo vetëm të justifikoj votën që ka marrë, por që i hap perspektiva krahasuar dhe me këtë opozit që ka përballë, që ta rivijoj vazhdimsinë e saj dhe suksesin për të vijuar reformat që ka ndërmarrë. Okej. Faleminderit Nesturi, zoti Spahiu, për ta mbyllur 30 sekonda nëse do të na thuash diçka që mund ta vinde në siklet mazhorancën në këto ditët apo javët në vijim? Jo, Shqipëria ka thyer një rekord Guinness që nuk i jep zgjidhje dot asnjë formulë e shteteve juridike. Në çdo vend shpeshherë korrupsioni rritet nga mos dëshkueshmëria. Eksperienca e Shqipërisë po tregon që sa më shumë arrestohen, aq më shumë rritet korrupsioni. Se kjo, domethënë, na nxjerr ne disi të papërgatitur nga çdo lloj analize. Se çfarë do ndodhi? Kur nuk e ka menduar që ata që vijnë pas nuk do friksohen nga arrestimet e kolegëve. Faleminderit Spahiu, falenderoj edhe 4 miqtë e panelit. Ne do të ritakohemi nesër, tema do të jetë padyshim Berisha në SPAK. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.